Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjë së binjakëve, si shenjë trete jeni dhe mesazhi tretë. Këto janë taksur për, apo ky mesazh është taksur për ju. Të dashur, janë letra minimaliste quhen, përpjekje, ambicie, luftë për diçka. Tension, konkurrencë, sfidë, kaos i vogël, por absolutisht i nevojshëm për rritje. Kjo letër tregon që ju të dashur binjak jeni duke u përballur me sfida, mosmarrëveshje apo konkurrencë në një fushë të jetës, punë, marrëdhënie apo dhe vetvlerësim, duke munduar të gjeni vendin e juaj ndoshta mes shumë zërave apo kërkesave, në një fazë në fakt përplasjesh të dobishme që më vonë do të sjellin qartësi dhe rritje. Çfarë duhet të bëni? Mos ta merrni çdo konflikt si kërcënim. Disa sfida janë të nevojshme për të kuptuar çfarë dëshirojmë në të vërtetë, të dashur binjak. Të mos heqim dorë nga përpjekjet edhe kur ndjen se jeni të lodhur, është pikërisht përmes këtij procesi që do të forcoheni. Të ruani qetësinë mes këtij kaosi. Jo çdo betejë ka nevojë për zemrim. Të gjeni mënyrën e juaj unike për të qëndruar në këmbë, pa pasur nevojë të kopjoni asnjë. Çdo betejë që po kaloni tani të dashur binjak, nuk është këtu për t'ju thyer, por për të ndërtuar si njeri më të fortë dhe më të qartë për veten e juaj. Do thotë do fitoni sikur një maturi, gjithë kjo rezistencë, gjithë kjo luftë e vogël, apo sfidë, konkurrencë, çfarëdo që të jetë, mbahuni fort nga që do të dilni të fituar.